Hajde bëhemi gati për eventin Diaspora Meeting që ka më mbajt sot prej orës 17. Për ndryshe kom e po për herë par live, se që shdoket veç pjesa jashtme e Mercedesit që kemi me dhuru për dikon për juve. Po juftoj mas pari krejt juve që më bo sot pjesë Diaspora Meeting. Mariani bashku me Vetura Scout kanë me ekspozu të 2 Mercedesat edhe kanë me qenë edhe do supercars tjera që munimi po prej Vetura Scout. Besoj që shumë shpejt kemi mi bo të ditura krejt detajet për me marrë pjesë në loj, kështu që thjesht na bëni follow këtu edhe në Instagram të Pramvio. Në foto e kum po edhe më ka pëlqyer diçka ekstrem shumë. Mos më thonë ma shumë se Mercedesi i parë. Mercedesi i parë dishqysh është i zi, është klasik, ama ky është diçka që ka eksperimentu pak ma shumë Mariani, edhe mendoj që ja ka qëllu tepër shumë, me ngjyrë, me detaje, keni mu manit edhe ju. Është shumë interesant kjo puna Mercedesit edhe projekti se që shka fillu. Fillim nuk është që jam ku në bështitse, bile më i me thonë që është një për projekteve që të vetme që se ku më bështit Marianin hit, se di që është thjesht e ku më di që së është për tip Maraklia, është i kereve, dhe po më ka dëshmu të kondër janë Mariani, edhe për me këtë kohën e vetja ka kushtu Mercedesave, parit mo dihet, ama edhe këj dyti. Na edhe kërë kemi fillu të parin, nuk e dishëm qka po bojmë, që shka me shku si projekt, për kemi parë në fakt që është prit qaq mirë për juve, se ti thjesht jemi shoku se sa mirë prit. Na e dim se që na shkojnë videot e krejt. Interesimi që matë për Mercedesin, na ka që diti për shumë. Dhe kretë ju thëmë, okej, normal për djemve, për burrave, dje që ashtu kanë interes pak ma shumë për me i këshur kjerët, së mos që të detajet e restaurimit. Ama, që më ka që ditë o konë krejt gra, qika. Do më thonë krejt që ata që na ndjekim pa më parasysh moshën, krejt e kam për cilë projektin e Mercedesit parë. Edhe që kjo e ka shty Marianin që me marrë edhe një Mercedes tjetër, me restauru edhe ato edhe me adhuru dikuj. Edhe me nëzi për pres kur gjatë gjajë ditë, me pa se kush po e fiton, edhe me pa se kush e ka fatë qatë Mercedes. Po juftoj mas pari krejt juve që më bo sot pjesë Diaspora Meeting. Mariani bashku me Vetura Scout kanë me ekspozu të 2 Mercedesat edhe kanë me qenë edhe do supercars tjera që munimi po prej Vetura Scout. Gjës qysh dhe në ardhë. Unë nuk jem konë najherë në event të tillë, po e di që vjet është bu tepër të lovinë në qytet për shkak të shtimit të Indros, se normal vinë krejt diaspora prej krejt qyteteve të Kosovës, besa dhe prej shteteve tjera, kudo që ka shqiptar. Me siguri edhe sot ka më bu qashtu. Se di as vetë që shkemi me shku, se unë du të me shku bashkë me Janin, se di Mariani ashtë ka ma përpara, a vjen na mera që shja banë, se po ma merë menja që edhe mu njësë s'ko më bashkë me Janin. Asi është tema me folë për kere, po ju të regoj një fun fact për mu. A e kishë menu që mu më bëqenjë qëto vetura. Ford Ranger, Ford Raptor, do më thonë, janë prej kereve që unë e mati, prej shumë e vogël, besoj kërë më konë, i këshyre, ashtë edhe më kam pëqy gjithë mund si vetura. Unë e gjithë kom thonë, kom qef që një dit me bu një kerë që hypin të me shkallë. Ama si të mos që ta, do më thonë, modeli i Raptorit si të mos, mu më pëqen shumë. Inshallah kismet një dit e baj qatë kerë. Tregëm një ju se cilën e keni veturën e andrave t'juja. Sa i përket Raptorit, nashta pak edhe prej babit e këmë marrë qëto, se edhe babi e ka qef shumë qatë kerë. Kështë që inshallah në dit e bëj e nëse babi, edhe i bojmë gjiro një një tjetrit me Raptor. Më doke që grimi i përfundu, edhe bus kanë mit, edhe gjithmonë e marrë edhe qompën e kragut që të, se lapsin edhe ato të tishve i marrë gjithmonë me vete. Flok t'i lidha, dhe për këtë juve që keni me kona aty, shihemi në Diaspora Meeting.